Mirëmbrëma shikues të nderuar. Ardian Gjini është zgjedhur sot kryetar i ri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në kuvendin zgjedhor të kësaj partie. Gjini, cili është edhe kandidat për kryeministër, është zotuar para delegatëve në kuvendin zgjedhor të AK-s se do të vazhdojë rrugën e Haradinajt. Ai ka theksuar se AAK-ja nuk po nis nga fillimi, por nga një bazë ndërtuar ndër vite me besim dhe bashkëpunim. Në guxojmë këtë botës me i thonë, na nuk mujmë më zhvillu se kemi probleme. Ato, na nuk mujmë në ndërtu demokraci se kemi probleme. Pra po këthejnë ata i populli më i përvujtë në botë. Edhe kur tonë kanë thonë, kretë dojmë me të shpo, ka thonë e një përvojnë në botë të shpo, ju po në regulloj vetën, dhe s'ka mu i kërkosh me të shpo. Kjo do të qenë doktrinare për Kosovën. Nëse dikush provon me na shpo, na duhet të marrim për provon. Po na kemi një kohë, një shtet fort, një ekonomi të fort, kemi rrit aleancat e përjetshme, edhe veç kanë na këqyr. Gjini shtoi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen. Kosova duhet me u çkop prej kthetrave të padukshme ndikimit Serbisë të na. Mos harroni, Kosova është në kthetra të padukshme të ndikimit prej dikuj që s'na do. Edhe fajkin na, Kosova do. Jo unë, jo Ramushi, jo Besniku, jo Blerina, po. Një pjesë e jona kanë fajnë. Se e kemë bo pjesë vendimeve tona, se çfarë do vendimi që e marrin atë duhet pak me këthy kryt që o kanë dola me. Kosova duhet më çkop, total. Kosova duhet me njek rrugën e vetë, pavarësisht çfarë vendime me Serbia, pavarësisht ana një. Fumit, Kosova kur gjohë Serbisë nuk i ka premtuar. Historia jonë me të është dhëmshme. Kanë tentuar me bëjë gjenocid, kur diku kanë bërë, kanë bro, burra. Fëmijë, i kanë djegë gjohë. Ramush Haradinaj ndërkaq mbajti fjalimin e fundit si kryetari i kësaj partie, duke thënë se do të vazhdoj t'i shërbej Kosovës dhe kombit, pasi ky shërbim ka nisë që kur ishte fëmijë dhe nuk përfundon kurrë. Që nga mosha e re, që fëmijë, e deri në 31 vjeç, shërbimin ndaj adhut e kam bërë si shërbim për shirim. Ka pas nderin të jem ushtar dhe komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK, faleminderit për jetë, UÇK. Haradinaj me këtë rast falenderoi të gjithë ata që e përkrahen gjatë rrugtimit të tij në çlirimin dhe ndërtimin e shtetit. Votoni 28 për energji tonën e jo të armiqve tonë. Votoni për energji që e prodhojmë Kosovë, 14 miliard që mëri kemi në vend. E jepi miliard armiqve tonë me ble rrymë, mos lejoni me vazhdu kjo, mo ju lutem. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet Gjavit Haliti ka shprehur dyshimet se mes kreut të vetëvendosjes Albin Kurti dhe bartëse së listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmanit mund të ketë një marrëveshje për bashkëpunim pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Sipas Halitit, ata kanë për qëllim që fokusi i fushatës të mbetet te përplasjet mes tyre, duke i lënë partitë të tjera në margjina të debatit politik. Ata e kanë zgjedhur vetë Vjosën për me udhëheq fushatën. Vjosa e ka përqanir LDK, tash është kthy me bashku. Nëse mundet me bashku dhe nëse mund me fitu vota, ato që është e tyne. Por unë po shoh edhe një fushat, me thonë, ma shumë debat në mes VV-s edhe presidentës, ma shumë po shoh debat të pa besueshëm, me akuza që nuk i besojnë, nuk i besojnë as qytetari. Haliti thot se PDK-ja nuk ka vendosur vija të kuqe për bashkëqeverisje, duke theksuar se negociatat do të varen nga rezultati zgjedhor dhe programet politike. Qëllimi i Partisë Demokratike është të bëjë fushat dhe të fitojë zgjedhjet. Pas zgjedhjeve, unë mendoj, do duhet të shohim se kush është i pari. Kush është i pari që ka me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit.
Tani, ekziston mundësia që kjo krijon një blokadë të re dhe kryetari i kuvendit. Dhe për mos me kriju blokadë të re, duhet me fillu negociata. Partia Demokratike nuk ka vendos vijat kuqe për bashkëqeverisje. Interesi politik, programi i përbashk, i miratum dhe jo vetëm ndarja apo shtetit, krijon një mundësi për të qeverisë me Kosovën. Duke folur për çështjen e presidentit të ardhshëm, Haliti u shpreh se vendi ka nevojë për një figurë që qëndron mbi palët dhe nuk shërben si patericë politike. Tani unë mendoj që edhe Albini edhe partitë tjera e dinë se kush mund ta bëjë një detyrë të tillë. Kush mund ta kryejë, kush është i gatshëm dhe kush do të jetë president dhe jo patericë. Prandaj presidenti duhet të jetë presidenti i Kosovës. Normalisht që duhet bashkëpunoj patjetër me qeverinë, duhet bashkëpunoj me institucionet e tjera dhe duhet qëndroj mbi palë në variantin e mirë funksionimit të shtetit. Oferta e Albinit ka qenë e ngjashme si me lujtë lutri. Sjellni ju, bini ju, i bëjmë na presidentin, i votojmë, na e kemi ditë të gjithë se ai muret me na mbi votu, sepse i ka pas gjitha ato vota, nëse i kem pas të dyja part, mi pas bashku edhe Aken, nuk i kemi pas votat. Kandidatja për deputete Hykmete Bajrami, një herësh anëtare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar ndaj vendimit të qeverisë në detyrë për mbështetje financiare prej 100 eurosh për disa kategori të shoqërisë, pak para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Bajrami akuzon Kurtin se po përdor paratë tona për të blerë vota, duke vënë në pikpyetje sloganin "Krejt për shtetin, shteti për krejt". Bajrami tha se qytetarët kanë përjetuar për 6 vjet se shteti nuk është për krejt, duke përmendur rritjen e çmimeve të vëshën për importet, çmimet e larta të energjisë dhe karburanteve, si dhe tenderët një burimor. Sipas saj, qeveria ka dështuar në fusha kyçe si arsimi, shëndetësia, infrastruktura dhe funksionimi i institucioneve të pavarura. Aty ku duhet të ketë shtet, sot ka parti. Aty ku duhet të ketë drejtësi, sot ka në shtrim, është shprehur Bajrami. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se afati i fundit për regjistrim për votim të personave me nevoja të veçanta është data 31 maj. Gjithashtu bëhet e ditur se aplikimi mund të bëhet përmes platformës së KQZ-s ose në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve. Komuna e Prishtinës ka lansuar platformën digjitale mbeturinat.com, përmes së cilës qytetarët do të mund të kërkojnë largimin e mbeturinave vëllimore nga shtëpitë e tyre. Platforma u prezantuan nga drejtori Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Komunën e Prishtinës, Leutrim Eret Koceri, i cili tha se ky shërbim do të jetë falas dhe synon të lehtësojë menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet. Gjatë prezantimit e platformës, drejtori i shërbimeve publike Leutrim Eret Koceri foli për një zgjidhje konkrete të njërit nga problemet më të mëdha në Prishtinë. Pas aksionit 48 i cili është realizuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, në bashkëpunim me ndërmarrjet publike dhe operatorët e kontraktuar, kemi arritur të pastrojmë rreth 90% të lokacioneve urbane nga mbeturinat vëllimore rreth kontinjerëve në zonën urbane në kryeqytet. Për një periudhë mbi 2 mujore, për shkak të mbylljes së deponisë për dërgimin e mbeturinave vëllimore inerte nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, ofrimi i këtyre shërbimeve ka qenë i pamundur. Nga tani, qytetarët e Prishtinës mund të kërkojnë largimin e mbeturinave vëllimore nga shtëpitë e tyre përmes platformës digjitale mbeturinat.com.
Sipas Redkocerit, pas zyrtarizimit të koalicionit për bashkëqeverisje në komunën e Prishtinës dhe marrjes së mandatit të drejtorit të shërbimeve publike, janë ndërmarrë hapa konkret për krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave vellimore. Përndryshe, ai bëri të ditur se gjoba ndaj qytetarëve që hedhin mbeturina inerte në vendet publike është 500 euro. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se po punohet për një zgjidhje për përdorimin e gjuhëve në provimin e jurisprudencës, duke theksuar se zgjidhja duhet të jetë e pranueshme për të gjithë dhe brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore. Duke folur në kishën Shën Sofia në Ohër në Akademinë Solemne me rastin e ditës së iluministëve Mbarëslav, Shën Kirili dhe Metodi, kryeministri Hristijan Mickoski një pjesë të fjalimit ja kushtoi një prej temave më aktuale në vend, atë të dhënies së provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Da ne odvlekuvat dnevni të temi. Sado që na tërheqin tema ditore, është e rëndësishme që të përkushtohemi në disa prej tyre. Sado që të ketë politikë dhe interesa në prapavi, në imponimin e temës për përdorimin e gjuhëve në dhënien e provimit të jurisprudencës, unë jam i gatshëm dhe në mënyrë të caktuar, më vjen mirë që përfundimisht mund të flasim për arsim, por bisedat patjetër duhet vendosur në prizmin e duhur. Unë jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsim më të mirë dhe më të fortë. Më tej Mickoski shtoi se nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, andaj për provimin e jurisprudencës paralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore dhe duke respektuar gjuhën maqedonase. Zato mnogo brzo, che dojdeme do rješenje koje Andaj shumë shpejt do të vim në një zgjidhje që të gjithë duhet ta mbështesim dhe që do të kapërcejmë mbi interesat dhe tendencat individuale partijake dhe ndoshta politike që të ngjesim edhe në një grazk nacionaliste. E historia na mëson se të tilla grazka janë metoda më e mirë e atyre që kanë interesa personale, kriminale ose të tjera dhe që rregullisht fshihen prapa temave të këtilla, që janë mbulesë e qëllimeve të vërteta që të keqpërdoret bashkëtesa dhe të krijohen pengesa. Na vistinskite nameri da se zloupotrebува со životot. Ky paralajmërim i kryeministrit vjen pasi para një jave studentës shqiptar të drejtësisë për herë të dytë protestuan me kërkesën që provimin e jurisprudencës të mund ta japin edhe në gjuhën shqipe. Në po të njëjtën ditë, Mickoski u takua me partnerët e koalicionit Vlen dhe u morën vesh përgjigjen në një zgjidhje për këtë çështje, por u paralajmërua se zgjidhja paraprakisht do të dërgohet në Komisionin e Venecias. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se më 26 maj Shqipëria do të çelë zyrtarisht fazën përfundimtare të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, pas përmbylljes me sukses të fazës hyrëse të procesit. Ashtu siç dhe dihej, shënimi i shënimeve është ai që lidhet me ballafaqësimin mes Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare në Bruksel për raportin e detyrave të kryera nga Shqipëria pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Ai ballafaqim mori kohën e vet, në ndërkohën që molotovarët e Tiranës ulshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative, ulshuan rrugëve për ta djegur me do e mos Shqipërinë në sytë e botës, gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin në për Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë, hidh bomba artizanale me vandal të paguar. Ulshuan po ashtu kanaleve e portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike pasqyr më pasqyr. Ulshuan në për Europë me thas, balte e llumi proverbiale krejt edhe ajo që ka ndodhi me të ashtu quajturën vizitë traditore në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Në fakt,
për ta zhgaravitur Shqipërinë në syt e partnerëve tanë kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë, për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga europiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund të shkuar, thanë se qeveria jon ishte krejt e izoluar. U gënjye. Rusia ka lëshuar qindra raketa dhe dron ndaj kryeqytetit Ukrainas Kiev. Në mesin e caqeve të goditura është edhe rezidenca e ambasadorit shqiptar në Ukrainë, bëri të ditur Ministria për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë. Si pasoj e sulmit në Kiev, që është një ndër më të mëdhenjt të kryer, janë vrarë të paktën 2 persona, teksa numri viktimave pritet të rritet. U godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme, thuhet në deklaratën për media të Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë. Ernal Filo është përfaqësuesi i Shqipërisë në Kiev. Shqipëria hapi për herë të parë ambasadën e saj në Kiev në tetor të vitit 2024. Filo ka shërbyer më herët si ambasador në Malë të Zi. Pas ngjarjes, ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur në Ministrinë për Evropë dhe Punë të Jashtme për shpjegime. Ministria tha se shënjestrimi zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymt të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë. Shqipëria përsërit thirrjen ndaj Rusisë që të ndërpres menjëherë këto sulme, të jap fund luftës kundër Ukrainës që ka nisur në shkurt të vitit 2022, të respektoj plotësisht ligjin ndërkombëtar dhe të kthehet në negociata. Ministria e Jashtme tha po ashtu se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë fort pranë Ukrainës, duke përsëritur mbështetjen për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Sulmi rus në Kiev me dron dhe raketa është një prej më të mëdhenjëve në kryeqytetin Ukrainas. Si pasojë e breshërive të sulmeve, të paktën 2 persona raportohet se janë vrarë, teksa numri viktimave pritet të rritet. Ushtria ukrainase tha se të paktën 700 dron dhe raketa u përdorën gjatë sulmit rus. Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, tha se më shumë se 44 persona janë plagosur. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka paralajmëruar lajme të mira mbase brenda kësaj të dieleje, sa i përket situatës në Iran. Ka mundësi që në orët në vijim bota të marrë disa lajme të mira, të paktën sa i përket ngushticës, tha sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio për gazetarët në New Delhi, duke ju referuar ngushticës së Hormuzit që Irani e ka bllokuar që kur nisi konflikti në fund të shkurtit. Rubio, që gjendot në udhëtimin e tij të parë në Indi, tha se është bërë përparim i madh në negociatat SBA-Iran, edhe pse jo përparim përfundimtar. Sekretari i Shtetit përsëriti qëndrimin se ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe Irani nuk e ka në pronësi. Ajo që iranianët po bëjnë tani është shkatrimi anijeve komerciale që përdorin një rrugë ujore ndërkombëtare, tha Rubio. Nëse ne lejojmë që kjo të bëhet normale, ne do të normalizonim një status quo të papranueshme dhe do të vendosnim një precedent të rrezikshëm që mund të përsëritej këtu në këtë rajon dhe në shumë vende të tjera të botës, tha ai. Preferenca e presidentit Trump, tha Rubio, është të gjendet një zgjidhje diplomatike për këto çështje, e cila do të kërkonte pranim dhe pajtueshmëri të plot nga Irani.
A i shtoi se një marrëveshje e mundshme do të niste po ashtu një proces që në fund mund të na çojë aty ku presidenti dëshiron të jemi dhe kjo është një botë që nuk duhet të jetoj më me frikë apo shqetësim për një armë bërthamore iraniane. Ngushtica e Hormuzit është një korridor jetik tranziti për naftën, gazin e lëngshëm natyror dhe transportin tregtar detar, ndërsa ndërprerja e qarkullimit ka tronditur tregjet globale të energjisë dhe ka shtuar presionin mbi vendet që varen nga rrugët tregtare të xhirit. Komentot e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio erdhën pasi një ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump tha se një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund luftës gjerësisht është negociuar dhe se po diskutohen aspektet finale dhe detajet e saj. Por Teherani menjëherë hodhi poshtë disa nga pretendimet e udhëheqësit amerikan. Një marrëveshje është negociuar gjerësisht subjekt i finalizimit mes SBA-s, Republikës Islamike të Iranit dhe disa shteteve tjera, shkroi presidenti amerikan Donald Trump në Truth Social. Aktualisht po diskutohen aspektet dhe detajet përfundimtare të marrëveshjes dhe ato do të bëhen publike së shpejti, përveç shumë elementeve të tjera të marrëveshjes, ngushtica e Hormuzit do të hapet, shtoi ai. Trump tha se kishte marrë pjesë në një bisedë telefonike me udhëheqës dhe zyrtar të tjerë të Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Pakistanit, Turqisë, Egjiptit, Jordanisë dhe Bahreinit. Trump po ashtu tha në postim se kishte biseduar veçmas me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe se biseda telefonike kishte shkuar shumë mirë. Presidenti Trump shpesh ka sugjeruar se një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit është afër, konflikt që nisi me sulmet ajrore amerikane dhe izraelite më 28 shkurt, por më pas ka hedhur poshtë një propozim iranian dhe sërish ka kërcënuar me nisjen e sulmeve masive. Teherani nuk komentoi zyrtarisht mbi deklaratat e Trumpit, por Ebrahim Zolfagari, zëdhënës i komandës ushtarake të Iranit, tha se pretendimi presidentit amerikan se ngushtica e Hormuzit do të hapet është i pavërtet. Hormuzi do të mbetet plotësisht nën kontrollin iranian. Ne vendosim kush kalon kur dhe si, shkroi ai në X. Agjencia iraniane e lajmeve Fars, që është e afërt me korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, tha po ashtu se ngushtica do të mbetet nën administrimin e Teheranit dhe se njoftimi për rihapjen e saj si pjesë e marrëveshjes ishte i paplot dhe nuk përputhet me realitetin. The New York Times, duke cituar zyrtar amerikan të pa identifikuar, raportoi se Irani kishte pranuar që të heqë dorë nga rezervat e tij të uraniumit të pasuruar si pjesë e propozimit më të fundit, që është një kërkesë kyçe e SBA-s. Teherani nuk komentoi menjëherë lidhur me raportimin e The New York Times. Policia turke hodhi gaz do të sjellës dhe hyri me forcë sot në selinë e partisë kryesore opozitare për të larguar udhëheqjen e saj të shkarkuar. Rrjet të gazit lot sjellës u përhapën brenda ndërtesës së Partisë Popullore Republikane Turke, ndërsa personat brenda bërtisnin dhe hidhnin sende drejt hyrjes, teksa policia arriti të çante një barikadë të improvizuar. Një gjykat turke e kishte shkarkuar liderin e Partisë Popullore Republikane, Ozgur Ozel, të entën, duke anuluar rezultatet e kongresit të partisë, ku ai ishte zgjedhur në vitin 2023, duke përmendur parregullsi. Të dielën, guvernatori i Ankaras urdhëroi largimin e personave që ndodheshin brenda selis. Gjykata riktheu në vend të Ozelit ish kryetarin e partisë, Kemal Kılıçdaroğlu, i cili humbi përballë presidentit Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet kombëtare të vitit 2023.
Jemi në sulm, tha Ozel përmes një video mesazhi të publikuar në X, teksa po ndodhte intervenimi policisë. Ai u zotua se do të qëndroj në ndërtesë dhe do të rezistoj, edhe nëse përpiqen të na largojnë nga këtu, ne do të vazhdojmë marshimin ton drejt pushtetit në rrugë, tha ai, duke u bërë thirrje mbështetësve të partisë të tregojnë solidaritet dhe të mbrojnë zyrat e saj. Udhëheqja e larguar e partisë nën Ozelin ka dënuar vendimin e gjykatës duke cilësuar si poç gjyqësor dhe Ozel është zotuar se do të apeloj vendimin dhe do të qëndroj ditë e natë në selinë e partisë në Ankara. Ozel bëri thirrje të shtunën që të mbahet një kongres i ri partijak sa më shpejt që të jetë e mundur, teksa Kiliç Daroglu ka thënë se kongresi do të mbahet në një kohë të përshtatshme. Deputetët e Partisë Popullore Republikane të shtunën zgjodhën Ozelin si udhëheqës të grupit parlamentar të partisë. Zgjedhjet e ardhshme kombëtare në Turqi janë caktuar për vitin 2028, por ato do të duhet të mbaheshin më herët nëse Erdoani, që është 72 vjeç dhe përballet me kufizim të mandatit presidencial, dëshiron të garojë sërish. Qeveria turke ndërkaq mohon kritikat se përdor gjykatat për të shënjestruar rivalët politik, duke thënë se gjyqësori është i pavarur. Përgatitjet për lojrat mesdhetare Prishtina 2030 kanë marrë një hovë të ri pas miratimit të ligjit përkatës në Kuvendin e Kosovës, duke dhënë një sinjal të qartë se institucionet janë vënë në lëvizje. Megjithatë, pas takimeve intenzive dhe vizitave të rëndësishme jashtë vendit, një sër sfidash mbetën të hapura dhe kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Së fundmi, Komisioni Koordinues i Komunitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare zhvilloi takime 3 ditore në Durrës, qytet i cili do të jetë bashkëorganizator për sportin e lundrimit. Përfaqësuesit kosovar dhe ata ndërkombëtar zhvilluan takime me krerët e Komunitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, si dhe me Bashkinë e Durrësit. Këto vizita, sipas zëdhënësit të Komunitetit Olimpik të Kosovës, Kushtrim Krasniqi, tregojnë se punët janë duke ecur në rrugën e duhur dhe se ka edhe një intensifikim të takimeve mes palëve të përfshira në këtë organizim. Edhe miratimi i ligjit për lojrat mesdhetare, kalimi në Kuvend të Kosovës, është një sinjal i mirë që punët po ecin dhe javën e kaluar, siç edhe keni mundur ta shihni edhe vet, Komisioni Koordinues i Prishtina 2030, që është komision i Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare, bashkë me të gjitha palët përfshirëse në organizimin e këtyre lojrave, siç është OSMG-ja, pastaj Komiteti Olimpik i Kosovës, Ministria për Rini dhe Sport, si dhe Komuna e Prishtinës, por gjithashtu edhe palët e përfshira nga Shqipëria kanë marrë pjesë për 3 ditë në takimet e zhvilluara në Durrës. Krasniqi po ashtu bëri të ditur se një tjetër vizitë e rëndësishme delegacionit kryesor të lojrave mesdhetare pritet të zhvillohet së shpejti në Prishtinë. Vetë ardhja e tyre e drejtuesve të këtij komisioni, presidentit Bonello dhe sekretarit përgjithshëm të ai, tregon se janë intensifikuar punët dhe synimi i tyre, objektivi i tyre është që sa më parë të vazhdohet me procese edhe më të shpejta në mënyrë që të jemi gati deri në vitin 2030. Bashkëpunimi është prej se kemi marrë lojrat mesdhetare, bashkëpunimi është vërtet i frytshëm edhe nga ana e ICMG-s me Komisionin Koordinues të ICMG-s për Prishtina 2030, por edhe me këtë komplet bordin ekzekutiv të ICMG-s dhe natyrisht i thuaj se çdo 2 muaj i kemi këtë komision për të parë, për të intensifikuar punën dhe natyrisht që mbledhja e radhës do të jetë këtu në Prishtinë. Por Krasniqi thotë se situata e paqëndrueshme politike në vend mund të sjellë sërish ngecje në zhvillimin e punimeve në infrastrukturën sportive. Sigurisht që kjo situatë nuk i shkon për shtati, mos në ngjarje të tilla që janë lojrat mesdhetare, e di mirë që buxheti është ndarë, është miratuar edhe ligji për lojrat mesdhetare, mirë, po sigurisht që mund të hasë në ngecje sa i përket investime që do të bëhen, sepse ndryshimet e tilla nuk i shkojnë për shtati në asnjë aspekt të vendit tonë, lërë më për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Uroj që të mos ketë ngecje të tilla, të fillojmë sa më parë
të investojmë në infrastrukturë, sidomos tek stadiumi kombëtar ku mund të kemi vonesa, sepse dihet mirë që një stadium kombëtar me 25.000 deri në 30.000 urse nuk mund të ndërtohet për një vit as 2 vite. Zëdhënësi Komunitetit Olimpik të Kosovës, Kushtrim Kresniqi, bëri të ditur se së shpejti do të zbulohet edhe logoja zyrtare e lojrave mesdhetare, Prishtina 2030. Për më shumë informacione klikoni në rtv21.tv. Miru pafshim.